pohimi fillestar, s'munet me pas ixhma kur ka mosmarrveshje të cilën na do ta dokumentojmë me argumente të qarta. Pra, nëse një çështje është objekt i mosmarrveshjes së hershme, ajo nuk mundet me ka një objekt ixhmaje. Sepse ixhmaja sipas atyre që e kanë pranuar, sipas definicionit që ata vetë ja kanë dhënë, kërkon pajtim absolut të gjithë dietarëve kompetent. Dhe në rastin e muzikës, mos pajtimi ka ekzistuar që në shekujt e parë të Islamit. Prandaj nuk ka ixhma. Dhe si rrjedhoi, fjala edhe pretendimi i atyre që kanë thënë që në muzikë, për muzikë dhe rreth muzikës ka ixhma, bie poshtë. Me emrin e Allahut, të plot fuqishmit gjithëmshirshëm, po fillojmë. Lavdi takon Zotit të botëve, paqja dhe bekimi qofshin mbi profetin Muhammed, familjen e tij, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ndjekësit e tij. Si që kemi paralajmëruar, do ta plotësojmë ata që kishim nis më parë nga diskutimi i argumenteve të atyre që e ndalojnë muzikën apo instrumentet muzikore. Dhe do të sqarojmë se në mosmarrveshja mbi këtë çështje, pra është një mosmarrveshje e konsiderueshme. Prandaj, si rrjedhoi, në qoftë se mosmarrveshja në çështjen e muzikës është e konsiderueshme edhe e pranueshme, pra në këtë çështje ka një divergjencë të madhe edhe mesin e dietarëve klasik edhe aty në bashkohor. Nëse kjo vërtetohet, atëherë nuk i lejohet atij që e lejon me çertu ata që e ndalon, ashtu siç nuk i lejohet as atij që e ndalon me çertu ata që e lejon, sepse kjo çështje është diskutabile. Dietarët më të mëdhenj të Islamit kanë pas divergjenca, prandaj divergjenca duhet me u pranu. Por me thonë drejtën, pala tjetër, njëna prej argumenteve që i ka përdorur pala tjetër këtu në këtë çështje është edhe argumenti i ixhmas, siç do ta shohim në vazhdim. Pala tjetër pretendon që në këtë çështje ka konsenzus. Ka konsenzus, pra nuk po e pranon që në këtë çështje ka divergjencë edhe khilaf, që i thonë gjuhën arabe el khilaf. Por pala tjetër, pala kundërshtare pretendon që në këtë çështje ka unanimitet të dietarëve, ka një konsenzus. Pra ka një ujdi mesin e krejt dietarëve, sidomos aty në klasik, që e pajtu një zani, siç thon pala tjetër, për ndalimin e muzikës edhe instrumenteve muzikore. Prandaj si çështje është bërë çështje e madhe, sepse tash po na lidhet me temën e konsenzusit, pra temën e ixhmas. E kur jemi te tema e ixhmas, ju siç e dini, të shumica e mëdhëbeve islame, ixhmai është konsideruar një argument shariatik. Dhe jo vetëm, por është konsideruar një burim i shariatit, nga i cili merret shariati, merret argumenti shariatik. Vesh një moment, ju lutem mos më thirrni gjatë live-it. Pra, ju siç e dini, thash, argumentet e shariatit ndahen, burimet e shariatit sipas shumicës dërmuese të dietarëve janë Kur'ani, është suneti edhe tradita profetike, është ixhmai si burim i tretë i shariatit sipas shumicës së dietarëve, dhe është qiyasi ose analogjia logjike. Pra, dietar kanë thënë se në çështje nuk ka një argument të prejmë shariatik në Kur'an, atëherë e lypim hadith. Nëse nuk e gjojmë as në hadithe, në sunetin profetik, atëherë e lypim në ixhma. A ka një ixhma, një konsenzus për çështjen fjalë, a nuk ka? Nëse nuk ka ixhma, atëherë e lypim në qiyas dhe bëjmë qiyas. Fillimisht, para se të hyjmë në çështjen e muzikës me kallëzue a ka konsenzus, a nuk ka, dhe kush kanë qenë ata dietarët klasik prej selefit që kanë menuar ndryshe, duhet me vendos një parim të qartë në lidhje me ixhman. Një parim të qartë, të lehtë pa hyrë në detaje shumë, sepse kjo temë kërkon ligjërat me vete dhe vetëm për temën e ixhmas, tema e ixhmas është shumë një temë e rëndë dhe temë e thellë, por sonte shkurtimisht kemi kap një pjesë të kësaj teme dhe kemi sqaruar se çka është ixhmaja. Mirë, është ixhmaja pra argument përfundimtar me shariat? Çka është më së pari ixhmaja?
Edhe a vlen për rastin e muzikës, a vlen për rastin e muzikës. Nalëm te pika e parë, çka është ixhmai dhe kush e përkufizon ato? Në librat e shkencës së usuli fikut, ixhmaja është përkufizuar si marrëveshja ose konsenzusi i të gjithë dietarëve të ummetit mbi një çështje fetare, mas vdekjes së profetit Muhammed. Pra marrëveshja, ujdia ose konsenzusi i të gjithë dietarëve të ummetit mbi një çështje fetare pas vdekjes së profetit Muhammed. Kjo është një për definicioneve të shumta që janë dhënë për ixhman dhe shumica dietarë kanë pajtuar rreth këtij definicioni. Pra, janë në ujdi, në unitet, shumica dërmuese e dietarëve të ummetit mbi një çështje fetare mas vdekjes së profetit Muhammed, sepse në gjallë profetit Muhammed nuk kem pas nevojë për ixhma. Sepse ixhmaja, siç do ta shohim, është një farë lloj bidati. Se në kohën e profetit nuk ka pas ixhma, se s'ka pas nevojë për me pas ixhma. Ka qenë Kur'ani dhe ka qenë vetë tradita profetit që i kanë sqaruar çështjet fetare. Ixhmai është detyruar, dietarët janë detyruar me shpik më vonë, edhe me konsideru më vonë si një burim të shariatit. Në kohën e profetit s'ka pas ixhma. Dhe njëna prej argumenteve që erxan ixhman, prej atyre që mohojnë ixhman si një argument, si një burim të shariatit, siç ka qenë për shembull Ibn Hazmi prej Dhahirive, ata kanë thënë që ixhmaja është bidat, nuk është fare argument shariatik. Na mjafton Kur'ani dhe Suneti dhe gjëra të cilat janë lënë të lira nga shariati, atëherë na i kapim dikun tjetër, nuk kena nevojë për ixhma, zakonisht nuk ka nevojë njëri për ixhma, sipas tyre. Nuk ka mundësi as me u verifiku një ixhma atil, siç do ta shohim në vazhdim. Edhe është një bidat që s'ka ekzistuar kohën e profetit dhe as në Kur'an nuk e gjejmë një ajet kuranor që na urdhon me bën një gjë të tillë. Mirë, ixhman e kuptuam se çka është definicioni i ixhmas. Tash dalim te pyetjet më njëherë, pyetjet e drejtë për drejta që e vendosin këtë koncept në pikpyetje. E para, pyetje që na duhet me e bë këto si pyetje reflektuese është a kemi një metodë të qartë që na garanton neve njohjen e çdo dietari të gjallë në çdo cep të botës për me verifiku se krejt këta dietar pas kanë rënë dakord për një çështje fetare. Sepse sipas definicionit po thënë marrëveshje e të gjithë dietarëve të ummetit për një çështje fetare. A kemi një metodë që neve na garanton që krejt dietarëve të ummetit në 4 anë e botës ju është dëgjuar fjala edhe ju është marrë për parasysh mendimi derisa e kemi vërtetuar që krejt dietarët e botës islame janë pajtuar në një çështje. Prandaj pala tjetër që ka kundërshtuar se ixhmaja është argument fetar realisht, kanë thonë na nuk kemi një mundësi, nuk kemi një metodë, nuk kemi një kriter përmes cilit mundem me marrë që krejt dietarët e botës në 4 anë të botës janë pajtuar ose që kanë pajtuar në një meselë shariatike. Prandaj i kanë thonë palës se e ka pranuar ixhmaji realisht edhe pse ju po pranoni si një argument, na nuk kemi një mundësi logjike as një metodë shkencore që mundi me matë këto dietarët e botës me mbledh për një çështje. Sidomos në kohët e kaluara, për shembull, që nuk ka pas teknologji ose nuk ka pas mundësi me mbledh këto dietarët e botës në një nivel. Edhe me pa mendimin e tyre sa janë pajtuar rreth një çështje nuk janë pajtuar. Pra, kjo pyetje neve na nxjerr të lash, sepse seriozisht është një telash i madh, qysh na mundem me ditë që ka një ixhma. Sa mesele janë pretenduar në islam që ka ixhma, ka konsenzus. Dhe kur e kemi verifikuar, kemi gjetë që me 10 dietar të tjerë në botë kanë menduar ndryshe. Prandaj, disa dietar të kohës së selefit, prej tyre është edhe Ahmed ibn Hanbal, ka pretenduar që çdo kush i cili pretendon që ka ixhma në një çështje fetare, ai ka gënjye. Ka rrejt sepse s'ka mundësi krejt dietarët e botës më mbledh për një pikë edhe me ra konsenzus, sepse Zoti ka kriju njerëzit me mendime të ndryshme, në treba të ndryshme, me dije të ndryshme, e është gjë normale me pas divergjenca, gjithmonë ka me pas dhe do të ketë.
E dyta pyetje që ja bojmë atyne që pretendojnë që ixhmaja është një argument përfundimtar në shariat dhe është një burim i shariatit. A kemi burime historike që dëshmojnë se krejt sahabët, krejt tabeint, krejt tabiin kanë qenë unanim për ndalimin e muzikës? A kemi burime historike që dëshmoni ju se krejt sahabët, edhe tabeint, edhe tabiin, pasusit e tabeinve, 3 gjeneratet e para, që quhen si gjeneratet e arta, kanë pas unanimitet për ndalimin e muzikës? Edhe për me pas një unanimitet të tillë, ju duhet me pas një sened deri tek secili dietari i selefit, sened muttasil të pashkëputën, që vërtetën që ky dietar dhe ky dietar dhe ky dietar, këta dietarët e selefit janë rënë konsenzus dhe kanë pajtuar në një çështje të tillë. Leçi pala tjetër nuk e ka një argument të tillë të plot, por na kena gjetë me 10 dietar të selefit, të cilët për muzikën kanë pas mendim që është halal. Pra, faktikisht është e pamundshme, sepse nuk ka asnjë mundësi praktike me u verifiku ixhmaja e krejt sahabëve apo e krejt umetit. Konsenzusi i krejt fukahave të një epoke është ma shumë një përfiturim teorik se sa një realitet praktik. E dyta, na thamë që ixhmaja ka lind pas profetit, pra si e tillë është bidat. Është bidat që është shpik ma vonë. Ata të cilët e kanë mohu ixhman si një burim të shariatit, kanë thonë që ixhmaja nuk ekzistonte në kohën e profetit. Thjesht është një ndërtim juridik pas vdekjes së profetit Muhammed. Pra pasi që ai ka ndruar jetë, ka ndodhur ixhmaja. Si e tillë, ixhmaja është një bidat. Pra është një risi në fe. Edhe sipas hadithit, çdo bidat është devijim dhe çdo devijim çon humbje. Ixhmaja, edhe sipas atyne që e pranojnë, realisht ka lind pas profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Edhe si e tillë është një bidat. Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundon zjarr xhenemit. Argumenti i tretë që e dobëson autenticitetin edhe vërtetueshmërinë edhe rëndësinë edhe peshën e ixhmas si një burim shariatit është që ixhmaja edhe ata të cilët e kanë pranu kanë thënë gjithçysh për me kanë një argument i fortë edhe me kanë një ixhma e preme, siç do ta shohim në vazhdim, duhet me pas paktën një argument nga Kur'ani edhe Suneti që e përforcon. Pra, nëse ixhmaja kërkon gjithsesi me u mbështet në një tekst tjetër themelor shariatik, atëherë ai nuk është një burim i pavarur i shariatit, por thjesht një ndihmëtar që neve na ndihmon me interpretue edhe me shpjegue më mirë shariatin. Shtoja kësaj që konsenzusi ose ixhmaji nuk e ka fuqinë juridike me zhvlerësu tekstin kuranik ose sunetin e profetit. Sepse aty ku ka ardhur Kurani dhe aty ku ka ardhur suneti i profetit, ixhmaji nuk ka një fuqi juridike për me rrëzu Kur'anin ose me rrëzu pejgamberin alayhis salam. Prandaj kanë thonë ata të cilët e kanë mohuar ixhman si një burim shariati, kanë thonë që kjo që to dyshime e rrëzojnë pretendimin që vetëm përmes ixhmas mundet me u ndalu diçka. Ixhmaja neve na ndihmon me kuptu diçka. Neve na ndihmon me përforcu një argument, ama nuk na ndihmon neve që na përmes një ixhmaji me e bë një haram të ndalum. Nuk mundesh ti përmes një ixhmaje me ndalu muzikën, edhe sikur hipotetikisht po e pranojmë që pas ka ixhma. Argument tjetër që e rrëzon ixhman është kush e përben ixhman. Cil dietar e përben ixhman? Dietarët e pastër dhe të hakut, apo edhe ata që kanë rënë bidat? Këtu ka konfuzion. Edhe brenda mëdhëbeve të cilat e kanë pranuar ixhman si një burim shariati, ka një divergjencë të madhe se cil dietar kanë drejt me marr pjesë në ixhma.
Se në fundit secili mëdhëb i përkra vetëm dietarët e mëdhëbit vet. Nuk i përkra dietarët e mëdhëbeve tjera, sepse konsideron se dietarët e mëdhëbeve tjera janë bidatxhi, janë deviju. Për shembull sunit nuk e pranojnë ixhman e dietarëve shiit. As shiat nuk e pranojnë ixhman e dietarëve sunit. Dhe hece bashkajti dietarët sunit me shia. Dhe ta shpytjen mundet me bo dikush pyetjen, edhe kanë bo këtë pyetje, a pranohet ixhmaja e bidatxhiut? Edhe a duhet bidatxhiu me morë pjesë në ixhma që ixhmaja të ketë legjitimitet? Se ti po thunë, sipas definicionit, duhet mu mbledh krejt dietarët e botës për një çështje shariatike, juridike. Okej, në rregull shumë. Dietarët bota sot ka shumë. Kena dietar Shia, kena dietar Zejdi, kena dietar Ismaili, kena dietar Ibadi, kena dietar Esharitu Maturidi, kena dietar Arabio Saudiano Salafi, kena dietar Sufi, kena dietar Adonimo. Okej. Tashti a duhet krejt që ta dietar tana që një mëdhebe mu bashku në një çështje juridike, apo veç atat mëdhebit tën? Nëse janë veç atat mëdhebit tën, nuk është krejt ymeti të u bashkua, është veç shkolla jote juridike të u bashkua. Prandaj disa dietar nuk i kanë pranuar dietarët e mëdhebeve tjera në ixhma. I bjen që në fundit ixhmaja shkoj për 5 fare. S'ka ixhma hiç. Ku munden mu bashku krejt dietarët e tanë mëdhebeve në një çështje juridike? Ka një shans. Për shembull Gazaliu në El Mustasfa, Imam Gazaliu, dietari i vjetër, rahmetullahi alej, wa quddisa sirru, ka shumë libra, njëna për librave të tina që është themel në shkencën e usuli fikut, me titull El Mustasfa, e pranon këta. Thot, nëse bidatxhiu nuk është kafir, atër më shmarrveshja e tij, pra khilafi i tij, divergjenca e tij vlen, nëse ai është një mujtahid. Mosmarrveshja e mujtahidit vlen në çështjet e fesë, edhe pse ai qenë ka mëkatar sipas mëdhëbit ton. Pra është risimtar ose bidatxhi. Pra Gazaliu po thotë që për me ekzistu ixhmaja si ixhma, vlen mosmarrveshja e bidatxhiut, që do të thonë duhet me marr parasysh edhe përsipër mosmarrveshjen e dietarëve të tjerë, mëdhëbeve të tjera, shkollave të tjera, edhe pse këta dietarë të shkollave të tjera për të janë bidatxhi. Sepse pa ta ixhma s'ka. Sepse edhe ata janë dietarë, edhe ata janë mujtahida. Pra, nuk mundesh me thonë ti, e kanë thonë të gjithë dietarët e Ehlus Sunnetit. Dhe të përjashtosh Ibn Hazmin, të përjashtosh Ibn Tahirin, të përjashtosh Shaukanin, të përjashtosh Izuddin ibn Abdusalamin, vetëm se ty nuk po të pëlqejnë edhe ti i qunë bidatxhi. Ata janë dietarë të mëdhej të njohur, dhe mos pajtimi i tyne në çështjen e muzikës ty të argëzon ixhman. Problem tjetër që kemi me ixhman si një burim shariati, kena shembuj plot në historinë islame, në të cilat është pretendu ixhmaja, e vërteta ka dalë kontra. Për shembull, Abdul Qahir al-Baghdadi, një dietar shumë i madh, Esharitu Shafi'i, ka pretenduar në librin e tij që ka ixhma të dietarëve të Ehlus Sunnetit që toka është tepsi, toka është rrafsh. Në kohën e tij. Thot ka ixhma se toka është e palëvizshme, edhe është rrafsh. Dhe se lëvizjet e saj janë vetëm tërmete apo anomali. Ka pretendu që ka ixhma Ehlus Sunneti dhe xhamati që toka nuk është e lëvizshme edhe është rrafsht. Sot që kjo ixhma konsiderohet një gabim flagrant. I bjen që jo çdo ixhma që e kanë deklaruar dietarët në për kohë të ndryshme historisë islame është një ixhma domosdoshmërisht e saktë. Shtoja kësaj që nëse e vërteta do të ishte ajo për të cilën bin të gjithë dakord, atëherë katolikët, me konsenzusin e tyne për hyjnin e Krishtit, pas kanë drejt. Apo hindust, me miliona që bin dakord
që hyjnorja është ma shumë se një unitet. Ata besojnë në shumëzimin e hyjnorës, pra hyjnorja sipas tyre është kudo, sipas interpretimit tuaj, ha. Okej, vjen që konsenzusit e ta ka diçka e vërtet, po ju se pranoni konsenzusin e feve të tjera. Pse duhet konsenzusi i fesë tonë me kanë argument, kur konsenzusi i popujve nuk ka një argument, pra dietarët e popujve të tjerë, dietarët e feve të tjera, pas kanë mundësi me ra gabim, pas kanë mundësi me thonë gjona dallash. Okej, të njëjtën gjë mundën me thonë edhe dietarët e tonë, sepse këta edhe që ta i kalin nana. Teoria e konsenzusit, që quhet është një pikpamje filozofike, teoria e konsenzusit, lexoni për teorinë e konsenzusit. Është e breshtë, përkundërzi ka herë mundet me qenë edhe rrezikshme. Sepse nëse konsenzusi i dietarëve qenë ka i barabartë me të vërtetën, atëherë vërteta mundet me u shpik, duke detyruar një marrëveshje të rrejshme, dhe jo duke u zbulu përmes realitetit. Argument logjik filozofik që erëzën teorinë e konsenzusit. Dhe shumë herë ka ndodhur gjatë historisë që njerëzit kanë rënë konsenzus për diçka, ka kaluar e kohë, vërteta ka dalë që është ndryshe. Mirë, pala tjetër, pala kundërshtare ka një hadith profetik, që hadithi profetik thot: la tajtami'u ummati ala ad-dalala. Ummeti im nuk bashkohet në devijim. Kjo është njëna prej argumenteve që ixhmai është argument i prem. Pejgamberi alayhis salam kinse pas ka thonë në këtë hadith: la tajtami'u ummati ala ad-dalala, ummeti im nuk bashkohet në devijim. I bën që kundërta kësaj është devijimi. Nëse ummeti bashkohet në një çështje, atëherë kundërta e kësaj çështje është devijim, sepse ummeti i pejgamberit alayhis salam nuk bashkohet në devijim, pra bashkësia e tyre do të thotë që është e vërtetë dhe duhet ta pasojnë bashkësinë, sepse sipas këtij hadithi bën që aty ku ka bashkësi, ka edhe udhëzim, ka edhe hidajet, ka edhe mëshirë. Mirë po, ky hadith është hadith i dopt. 3 versione ka, mas analizës e këtyre versioneve të këtij hadithi, ky hadith është i dopt. Ky hadith është i dopt. Sepse si hadith gjendet në Abu Davud, njëna prej versioneve të këtij hadithi është në Sunenin e Abu Davudit, edhe përcillet përmes një zinxhiri ku figurojnë transmetues të panjohur, me jahil edhe dopt, sikur Ibn Rabia, Damdam Ibn Rabia, hadithi i Ibn Omerit ka një zinxhir që aty ka persona që janë dopt edhe të panjohur. Pra si hadith është hadith i dopt edhe nuk vlen se një argument në këtë rast. Shtoja kësaj që ixhmoja, pra si përfundim, nuk është një burim i pavarur, nuk është universalisht diçka e vërtetë, nuk është e provuar në rastin e muzikës asnjëherë siç do ta shohim në vazhdim. Përkundrazi është një argument shumë i dopt që është i mbushur me iluzione dhe keq përdorime historike, ha. Është keq përdor ixhmoja për argumente shariatike më shumë të gjatë gjithë historisë. Me qindra mija mesele ka që është pretenduar që në to ka ixhma, realisht pas një hulumtimi të thellë kena gjetë që nuk ka ixhma në këto çështje. Ka teza doktorature që janë shkruar kohët e fundit për qindra mija mesele që në të cilat është pretenduar ixhmaja, që ka dalë që në atë kohë në të cilën është pretenduar ixhmaja, ka pas me 10 dietarë në vitet e tjera të botës që kanë menduar ndryshe. Shtoja kësaj që shpesh herë dietarët për shkak mos me kundërshtuar mendimin e kalifit ose pushtetarit ose sundimtarit, janë detyruar me thonë mendimin e tij dhe me thonë amen fjalës tina, që shtojnë amen sot dietarët në Arabi Saudite, çka thot mreti, imami Sudejsi thot amen, na duhet me neguar mretin, edhe dietarët e tjerë zguxojnë me bocik, edhe dalin ata dietarët e Arabi Saudite pretendojnë që për këtë çështje ka ixhma dhe dietarëve tonë. A dietarët të cilët e ngrisin zanin edhe kundërshtojnë, ata futen në burgje ose janë vrarë krejt, që ka ndodhur me 10 qindra raste gjatë historisë. Pra shpesh herë ixhmaja është konsideruar kur janë mbledh dietar rreth kalifit dhe kanë thënë amen çka ka thonë ai është bë, edhe prandaj po them që ixhmaja si parim i shariatit ose një burim i shariatit është keq përdorur më shumë të gjatë gjithë historisë islame dhe në emën të ixhmas
është manipuluar edhe është gënjye në shariatin e profetit, edhe në shariatin e Allahut, edhe në sunetin e profetit Muhammed. Pra, vetë ixhmaja është e dyshimt. Vetë ixhmaja është një parim i dyshimt shumë çështje. Shumë çështje. Lemon besim, në çështjet e besimit ixhmaja s'ka vlerë fare. Në çështjet e shkencës prap nuk merret parasysh. Sepse edhe nëse shkencëtarët mbledhen edhe rreth një mendimi del një shkencëtar tjetër që zakonisht mendon ndryshe. Edhe në etik për shembull, nuk ka ixhma në etik. Prandaj nuk mundet mu përdorë si një armë për me ndalua muzikën. Sepse na kemi mos pajtime të dokumentuara, siç do ta shohim në vazhdim, qysh në shekullin e parë dhe dytë hijri, që dietarët e shekullit të parë, dytë dhe tretë hijri, ligjëratat e kaluara pam se qysh sahabët vetë kanë dëgjuar muzikë. Në ligjëratën tonë të ashme kemi me pa se qysh dietarët e shekullit të dytë hijri, tabi'in edhe tabi'in, në këtë çështje kanë pas divergjenca të mëdha. Kena me lexu e dietar, me emën e me mbiemën, të cilët në atë kohë e kanë leju muzikën, edhe kanë bërë ijtihad dhe ijtihadi i tyre i ka thënë që muzika dhe instrumentet muzikore janë halal. Dhe kemi me pa që pala tjetër vetëm ka pretendime. Nuk ka asnjë tekst ku përmendet që është bën ixhma për ndalimin e muzikës. Shtaj kësaj që thash edhe përsëris, konsenzusi vet ka, si më thon, ixhmaja, unë harrova me përmend atje në fillim, ixhmaja sipas dietarëve është ndonë dy pjesë. Ixhma zanni edhe ixhma qat'i ose yaqini. Pretenduesit e ixhmas kanë pretenduar që ixhmaja ndahet në dy pjesë. Kena ixhmane e sigurt edhe ixhmane e supozume. Për shembull, ata të cilët kanë pranuar që ka ixhma dhe mund të ketë konsenzus ixhma, kanë thënë që ka ixhma për shembull për 5 shtyllat e Islamit. Realisht nuk ka ixhma për 5 shtyllat e Islamit. Kanë pretenduar që ka ixhma për numrin e rekateve në namazet të ditore. Kanë pretenduar që ka ixhma se sa namaze janë farz. Nuk ka ixhma se sa namaze janë farz. Shumica dërmuese dietar kanë thënë që janë 5 namaze farz. Po për shembull Abu Hanifja ka thënë që është edhe vitri është vajib. E vajibi sipas këtë edhe i tjera është farz. Ismailit për shembull kanë 3 vakte. Sufit e shpjegojnë namazin, disa pi sufive kanë shpjeguar edhe në kalumen edhe tash e shpjegojnë ndryshe. As për vaktet e namazeve nuk ka ixhma, as për ezanin nuk ka ixhma, as për ikametin nuk ka ixhma, as për tehiatin nuk ka ixhma. Nuk ka bre dietar musliman, nuk kanë rënë ujdi për asnjë gjë në Islam. Edhe për shahadetin se çish komentohet ka pas polemika. Edhe për emrin Allah nuk ka pas ixhma. Le mo për Alif Lam Mim. As për ndalimin e alkoolit nuk ka ixhma. Ebu Hanifja ka liu në bidhin. Drozd edhe Alevit, edhe disa filozof, edhe disa shia, gjatë historisë, kanë pretenduar për shembull që alkoholi nuk është i ndaluar përveç dehjes. E kena gjetë në khilaf, kena gjetë. Edhe zinaja, definicioni i zinas që është pretenduar pi palës tjetër që ka ixhma, nuk ka ixhma. Çka është zinaja, çka është definicioni i ixhmas? I zinas ka polemik. A është bashkëtesa zina, as është bashkëtesa zina? Nuk ka si më thon ixhma as për këtë çështje. Vrasja me vran njerin ka ixhma, por s'na duhet ixhmaja këtu, kena ajet kuranor. Po edhe nëse e pranojmë që ka një ixhma yaqini, okay, çështja e muzikës nuk është yaqini. Dhe e sfidoj këdo që pretendon që në çështjen e muzikës ka një ixhma yaqinit, na sjell një ixhma yaqini. Nëse mundet. S'keni me mujt dhe s'do të mundi deri në kiamet. Nuk ka ixhma yaqini. Kurkush në botë nuk ka pretenduar që në çështjen e ixhmas ka ixhma yaqini për çështjen e muzikës. Edhe ata të cilët janë munduar me sjell një argument për ixhman, kanë thënë ixhmaja është ixhma dhanni, ixhma supozume. E që është lloji i dytë i ixhmas. Ixhmaja e parë tham është ixhmaja e sigurt për disa çështje shariatike që disa dietar
kanë thonë që kena ijma për çdo çështje. Okej, hajde pe pranojmë që ka ijma për çdo çështje. Për shtyllat e islamit, e për rakatet e namazit, për ndalimin e alkoolit, e zinas, e vrasit, hajde pe pranojmë që ka ijma. Në rregull. Po ku e keni ju ijman e sigurt për muzikën, që është përmend përmes një që është përcjell brez pas brezi në mënyrë masive edhe mutawatir. S'keni gjeta, s'keni me mujt me gjetë den kiamet. Nuk ka një argument sheriatik të prem për muzikën që është përcjell brez pas brezi në mënyrë masive dhe përmes hadithit mutawatir, që krejt këta dietarë të shekullit parë ose dytë ose tretë e pas kanë ndaluar muzikën. Asnjëherë s'keni me gjetë dhe s'keni me mujt me gjetë. Sa i përket ijmas e supozume, ju vetë po thuni që është e supozume. Pra është një argument i supozum. Kjo është ijmaja që pretendohet nga një grup dietarëve, por që nuk transmetohet në mënyrë masive. Shumë mirë. Zakonisht që kjo lloj ijmas, që është ijma sukuti ose ijma zanni, ijmaja e heshtur pra. Disa dietarë dhanë mendim tjerë të heshtin. Është pjesa më e madhe se me thonë hesht. Disa flasin. Okej. A është një argument i premtë, s'është një argument i premtë, s'është një argument i supozum. Pra edhe ata të cilët kanë pretenduar që në çështjen e muzikës pas kanë një ijma të supozume, hajde po e zom që në këtë çështje pas kanë një ijma të supozume, edhe pse do ta shohim që nuk ka dhe dietarët në kohën e selefit, gjeneratën e dytë dhe tretë, kanë ngrit zonin dhe kanë menduar që nuk është haram, kena me përmend me emra, ha, ju premtoj. Dietarët e selefit, dietarët më ndaj selefit, në shekullin e dytë dhe tretë kanë pas khilaf për muzikën e instrumentet muzikore. Pyetyn edhe Imam Shafiu. Ja. Pra, edhe sikur ta pranojmë që në këtë çështje pas ka një farlloj ijmaje të supozuar, ijmaja e supozuar është një argument i supozuar. Pra, sa i përket ijmas, i tham disa argumente që erxojnë si argument vetvetiu. Vet ijmaja si argument është argument i luhatshëm. Është një argument i prem. Ka pas dietarë të mëdhaj që e kanë mohuar ijman, se disa mendojnë ha kush e kundërshton ijman është kafir. Shumë dietarë gjatë historisë kanë kundërshtuar me qindra mijë mesele që në të cilat është pretenduar ijmaja. Vet dietarët e Saudisë për disa çështje që ehli suneti ka pretenduar që në to ka ijma, i kanë dhënë vetit guxim, edhe kanë kundërshtuar ijman. Unë këtu në bibliotekën time kam vish një libër, çonte më ia kallzu përpara që më kujtu për momentin. Veç ta marr një sekond. Libër në të cilën, për shembull, ju do ta shihni se është shkruar për një çështje në të cilën është supozuar ijmaja. Një sekund. Ja ta sjell. Ja ta sjell. Ja. Kjo është libri. Është një libër Ibn Mebrid, që ka vdek vitin 909, e ka shkru Kitab Es-Sejr El-Hath ila ilmi Talaq Thalath. E ka shkru një libër. Ky libër është cenzuar dhe është redaktuar në Arabinë Saudite, i ka 250 faqe. E libër, që kjo është Hambeli, është mënuar me qitë poshtë, që nëse është një çështje juridike atje në shariat, që nëse i thon grus ti e elshume, ti e divorcume, divorci, a vlen 3 herë në të njëjtin vend, a është i vlefshëm vetëm si një divorc. Se sipas Kur'anit, 2 herë ki drejt me lshu gruan, nëse tretën e lshon, mos ki drejt me martu me ta. Tani, një person
ju ka tek edhe i ka thonë grus në të njëjtën kohë, ti e divorcume, ti e divorcume, ti e divorcume. A vlen ky tallak 3 herë, a nuk vlen? Sipas dietarëve të 14 mëdhëheve, për këtë çështje është pretenduar që ka ixhma. Ja që Ibn Taymija ka kundërshtuar për shembull këtë ixhma. Edhe mas një studimi është pa që në këtë çështje ka khilaf. Nuk ka një ixhma të vërtetë. Pra edhe dietarët e Saudis në krye me Ibn Taymijen e kaluam, edhe disa hanbelitë të tjerë e kanë kundërshtuar një ixhma në të cilën dietarët e mëdhëheve tjera kanë pretenduar që ka ixhma. Mirë, a ka ixhma për ndalimin e muzikës? Pretendimi për ixhma mbi ndalimin e muzikës është bën shpesh nga dietarët pas shekullit të 3 Hijri. Mirë po, thash dhe e përsëris, argumente që erëzojnë këtë pretendim janë të shumta. Argumente që erëzojnë këta janë shumta. Unë po e sjell vetëm një pohim fillestar që të hapi rrugë në takimin tonë të ardhshëm, t'ia hapi rrugën takimin tonë të ardhshëm, në të cilin do të përmendim me argumente siç u premtova që këtu në këtë çështje s'ka khilaf. Dhe në qoftë se nuk ka një mospajtim, nuk ka ujdi dhe nuk ka ixhma, edhe nëse po a themi që ixhmaji është një argument i shariatit, pohimi fillestar s'munet me pas ixhma kur ka mosmarrveshje të cilën na do ta dokumentojmë me argumente të qarta historike. Pra, nëse një çështje është objekt i mosmarrveshjes së hershme, ajo nuk mundet me ka një objekt ixhmaje. Sepse ixhmaja sipas atyre që e kanë pranuar, sipas definicionit që ata vetë ja kanë dhënë, kërkon pajtim absolut të gjithë dietarëve kompetent. Dhe në rastin e muzikës, mos pajtimi ka ekzistuar që në shekujt e parë të Islamit. Prandaj nuk ka ixhma. Dhe si rrjedhoi, fjala edhe pretendimi atyre që kanë thënë që në muzikë, për muzikë dhe rreth muzikës ka ixhma, bie poshtë. Pra, nuk ka as prova, as nga Kurani, siç e kemi sqaruar në ligjëratat të tona të kaluara, as nga hadithi, edhe nuk ka as ixhma të hershme që e mbështet që muzika është haram. Kjo kaq për sonte. Dhe në ligjëratën tonë të ardhshme do të përmendim me argumente se qysh dietarët e selefit prej gjeneratës 2 dhe 3 kanë pas një mosmarrveshje në këtë çështje. Nëse vërtet do të kishte një konsenzus për atë qartë për ndalimin e muzikës, do të kishte ndodhur nga dietarët e hershëm, edhe dietarët e hershëm do ta kishin akuzuar njëri tjetrin për devijim dhe bidat në këtë çështje, por na nuk kemi asnjë dëshmi të qartë për këto. Përkundrazi disa dietarë, si do ta shohim në vijim, të mëdhaj në kohën e selefit e kanë lejuar në forma të ndryshme. Prej malikive, prej shafive dhe prej hanifive, edhe prej dietarëve të vjetër të selefit do ta shohim se qysh këta dietarë kanë pas divergjenca edhe polemika në këtë çështje. Prandaj na sot që jetojmë këtë kohë nuk kemi nevojë as mu shtrëngu, as mu tensionu për këtë çështje. Ky debat thjesht tregon që ka vend për mospajtim. Mospajtimi këtu në këtë pikë është i pranueshëm, është një khilaf ose ikhtilaf mu'tabar. Edhe mendimet të ndryshme janë të bazuar në transmetime reale dhe argumente të fuqishme, siç do ta shohim në ligjëratën tonë të ardhshme. Kaq për sonte. Zoti ju shpërblet për durimin dhe sabrin që na dëgjuat, dhe shihemi në javën e ardhshme.